Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i hënë 5 maj 2025. Dashi. Një revansh profesional dhe një fitore në dashuri ju presin. Në marrëdhëniet familjare dhe ndërpersonale ju numëroni më shumë, mund të merrni më shumë llogari. Demi. Periudha e rishikimit edhe të marrëdhënieve më të rëndësishme në jetën tuaj dhe mund të gjeni veten duke debatuar nëse dikush nuk ndjek këshillën tuaj. Është e lehtë të harrosh diçka, të jetosh ditë pas dite, dashuri të çuditshme. Binjaket. Shumë gjëra për të bërë. Shumë njerëz jetojnë disa marrëdhënie me agjitacion dhe këto orë paralajmërojnë humor të shqetësimit të madh. Gaforia. Drejtoni çdo diskutim që mund të lindë në vendin e punës gjatë kësaj periudhe, për fat të mirë në krahasim me disa ditë më e para situata është në anën tuaj. Luani. Një dëshirë e madhe për të bërë është kthyer, edhe në vendin e punës nuk përjashtohet që të ketë një fillim të ri pozitiv. Me kalimin e kohës një misi mund të bëhet diçka më shumë. Virgjeresha. Zhbllokon një pyetje që ka të bëjë me letrat, kthetrat. Dashuria në çift frenohet nga detyrimet e punës. Peshorja. Ju mund të merrni disa lajme të mira ose një ofertë nëse keni ndërmend të shesni plane të mira për çiftin. Disa të rinj po mendojnë të çlirojnë jetën e tyre nga modelet e vjetra, duke e vënë veten në vijim. Akrepi. Kujdes nga shpërqendrimet e vogla që mund të çojnë në disa probleme fizike. Tensioni nervor është i fortë në familje, diskutimet mes prindërve dhe fëmijëve apo mes të afërmve. Shigjetari. Lajme ngushëlluese për punë dhe mundësia për të bërë plane të mëdha për javët e ardhshme. Dita e sotme favorizon takime dhe kënaqësi. Briqapi. Sot nuk është koha e shpengimit. Nëse nuk keni guximin për të ndryshuar, mund të ndiheni keq, sepse mbani situata që nuk ja vlen t'i mbani më. Ujori. Ujorët do të donin të përjetonin marrëdhënie të veçanta, me njerëz të veçantë. Zgjedhja e mundshme e punës në ditët në vijim. Peshqit. Është një periudhë plot njohuri dhe për këtë arsye jashtëzakonisht e vlefshme për shenjën tuaj. Ftesa të papritura dhe mundësi të reja për ata që kanë disa kohë vetëm. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimin. Së shpejti.